dihet që ka pas biseda për domethënë kryesisht me nismën që ne me pas një ujdi të përbashkët nuk ka logje definitive, nuk ka asgjë të shkruar si koalicion. Po, mirë po dihet. Edhe një gjë me që tha për Limaj, mos u shqetëso. Këto takime kanë ekzistuar, apo? Kurti me Limaj. Sigurisht. Se Limaj thotë që s'kan qenë. Po, nuk e di çka kanë thonë ata, unë po të kallëzoj që ka qenë, konfirmon takimet pra Arbëri, konfirmon. Vendosë aty konfirmon në Arbëri nga vetë vendosë takimet. Po çka konfirmon Arbëri, këto e din botën se pse nishma nuk jo votoi kryetarin e Kubanit. Po tash më lejo të lutem veç aty do desh në mri. Po bomi po jo direkte. Se jo me Matoshin, me zotin aty i tha disa gjëra të cilat unë po du me mundu me tregu që nuk janë ashtu sa arri ta shohim. Tha nuk ka vullnet politik. Jo, domethënë pa dashje thash që ka pas tash ka biseda me nismën në kuptimin e sinqertë të fjalës për me marrë përkrajen e tyne qoftë për zonjën Axhiu dhe me pas një koalicion me ta. A merrem me vesh ajo, mbetet për më po në ditët në vazhdim. Shkry marrëveshje dhe Limaj sot ishte votu kryetari i vendit. Do shte kundër. Problemi s'ka vullnet për me bëu marrëveshje me nismën. Ka vullnet mirë po me universitetet. Me 3 deputet. Kjo është 3 deputet me marr krye parlamentarin. Mendoj që është pak me hynak edhe votuesit të lëvizjes vendosje. S'ka vullnet. Pak me hy në hak edhe vullnetit të lëvizjes vendosje. Pse? Sepse lëvizja vendosje kur e ka dhënë përkrajen e ka dhënë për 42%. E propozon edhe presidentin mas një vjetë. Nëse nuk ka vullnet nuk do të më marrë. Po i takon lëvizja vendosje sepse është e para, po na ikin deputet të minoriteteve tjera. Ne kemi pas në shumicë parlamentare ku deputetët e pakicës të minoriteteve vazhdimisht pra kanë votu ligje të ndryshme në kuvendin e Kosovës, ku ne kemi pas edhe një shumicë me ta. Po, ka kërkesa të ndryshme, mendoj që optimumi është bo ka mbet një. Mirë po, unë mendoj që kjo ka rëndësi. Një 700